Ministri i Bujqësisë Andi Salla zhvilloi një takim me fermerët e Maliqit, të cilët mëngjesin e kësaj të martes zhvilluan një protestë për shkak të dëmeve bujqësore që u shkaktuan përmbytjet në fillim të janarit. Në fjalën e tij, Salla tha se institucioni që ai drejton do të punojë maksimalisht për të investuar të gjitha argjinaturat që janë dëmtuar në mënyrë që të mos përsëritet më tek këto çarjet që kanë ndodhur në gjithë Shqipërinë. E po ashtu siguroi fermerët se do të dëmshpërblehen për humbjet e tyre. Ne do ta shikojmë për të investuar të gjitha argjinaturat që janë dëmtuar, në mënyrë që ne mos na përsëritet më tek këto çarje të cilët kanë ndodhur jo vetëm në Devol, por edhe në gjithë Shqipërinë. Ka pas një problematik ndaj argjinaturës, i cili ka pasur një shkarje apo një çarje e cila është menaxhuar nga ana e Bordit të Kullimit në kohë rekord për të ndërhyrë në mënyrë që ne të bënim një ndërhyrje të shpejtë për ta mbyllur si çfarë kemi mbyll, nuk ka asnjë problem tashmë, por kërkon një investim në projektin e tashmë kemi gati për ta investuar, për ta pasur në mënyrë që Ministria, Bordi i Kullimit ta investojë dhe të kemi një ndryshim, u themi, në këtë pikërisht në këtë zonë ku ne kemi pas problematike dhe në nëntor, por edhe tani në janar. Gjë e cila na ka treguar që toka aty nga vitet në erozioni ka pas një problem, por tashmë me buxhetin e ri ne do ta rishikojmë, tash diskutojmë dhe me strukturat tona në ministri, në mënyrë që të gjitha çarjet, të gjitha investimet që kërkohen në argjinatura të jenë të parashikuara ndaj buxhetit të ministrisë. Atëherë ne kemi filluar një dëgjesë me fermerët, gjë e cila është për skema kombëtare të investimeve të AZHBR-s. Pra ne kemi një fond për 52 milion euro për fermerët në mbështetje të tyre për t'i dhënë mundësi të kenë përfitime nga shteti, nga siç është skema kombëtare. Po i dëgjojmë, po i pyesim si janë problematikat e tyre, çfarë sugjerime kanë për skemën e re dhe çfarë duhet të përshtasim ne sipas legjislacionit që kemi fuqi dhe përshtatjes ndaj BE-s, në mënyrë që ne të jemi gati në 2027, jo vetëm për orientimin e fermerëve, por edhe ndaj mbështetjes së tyre të jenë gati edhe për sigurinë ushqimore dhe gjithë procesin që ne kemi interessi për të qenë si fermerët e Europës edhe në Shqipëri. Ministri shtoi se Ministria e Bujqësisë në bashkëpunim me emergjencat civile është duke punuar në terren për të bërë evidentimin dhe vlerësimin e plotë të dëmeve në mënyrë që të veprohet sa më shpejt për mbështetjen e fermerëve.